Kandidati republikan për shtëpinë e bardhë Donald Trump ka pezulluar takimin e planifikuar me presidentin rus Vladimir Putin, duke deklaruar se nuk dëshiron të humbas kohë. Nuk dua një takim të kotë me Putinin, nuk dua të humbas kohë, kështu që të shohim se çfarë do të ndodhë, u shpreh Trump duke konfirmuar shtyrjen e takimit që ishte parashikuar të mbajë në Budapest, Hungari. Sipas mediave ndërkombëtare, vendimi erdhi pas një telefonate me sekretarin e shtetit amerikan Marco Rubio dhe ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov, gjatë të cilës Moska ka refuzuar idenë e një armë pushimi të menjëhershëm në Ukrainë, një propozim që Trump e kishte avancuar publikisht. Ministri rus Lavrov deklaroi në Moskë se një armë pushimi menjëhershëm do të binte ndesh me marrëveshjen e gushtit mes Putinit dhe Trump, ndërsa zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov theksoi se nevojiten përgatitje serioze para një takimi të nivelit të tillë. Trump dhe Putin u takuan për herë të fundit në Alaskë, por diskutimet nuk sollën përparime në përpjekjet për t'i dhënë fund luftës që nisi në shkurt të vitit 2022. Vendimi për të shtyrë takimin shihet si një lehtësim për udhëheqësit evropian, të cilët shprehin shqetësime se Kremlini po përdor diplomasinë për të fituar kohë dhe fushë betejë në Ukrainë.